Ngjarje e rëndë në Greqi, sher mes të rinjve vritet 17 vjeçari shqiptar. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Korinth, ku një 17 vjeçar shqiptar ka humbur jetën pas një sheri me një të ri grek. Sipas autoriteteve greke, shqiptari Alex Vangeli është paraqitur në spital me plagë në zonën e barkut. Fillimisht ai deklaroi se ishte përplasur me makinë. Ai u dërgua me ambulancë drejt Athinës, por fatkeqësisht nuk mundi tu mbijetoj plagëve të marra. Në të njëjtën kohë, në një klinik private në Korinth u paraqit edhe një 19 vjeçar grek, pa ashtu i lënduar me thik. Po ashtu, ai deklaroi se ishte përfshirë në një aksident. Ende nuk dihen shkaqet e përleshjes mes dy të rinjve, por dyshohet se mes tyre ka pasur sher për motive të dobta.